Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shylla. Do t'ju flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë datës 30 shtator 2025. Jemi në ditën e Marsit. Kjo është një ditë në të cilën vërtet duhet të vrapojmë. Kemi shumë ndikime të fuqishme dhe në përgjithësi do të jenë pozitive. Por, do të kemi edhe disa pengesa të cilat në përgjithësi do të jenë të vetë shkaktuara. Qëse do të kemi këndë negative midis hënës dhe diellit, kjo do të thotë që balanca e brendshme mund të jetë jashtë kontrollit. Do të kemi një furi mundësish dhe mendimesh, por nuk do të dimë se cilin të zgjedhim. Për këtë arsye, ishte vërtet shumë efektive nëse se kemi një plan dhe një përmbajtje atij. Kjo është kushti për të qenë produktiv gjatë kësaj dite. Në momentin që e bëjmë këtë, do të kemi një zhvillim vërtet shumë të madh në anën ekonomike. Socializimi që së dite do të jetë vërtet shumë efikas. Të gjitha këto mund të përkthehen në një mirëqenie shumë të madhe, duke qenë se jemi vërtet shumë optimist. Fokusimi që kemi në krijimin e lidhjeve të shëndetshme në këto momente na ndihmon shumë edhe për të kryer kontakte, të cilat mund të na shërbejnë në zhvillimet tona në karrierë. Jemi në një periudhë ku çdo gjë po gjen rrugën e saj, dhe kjo është pikërisht dita ku mund të hedhim dhe hapa vërtet të sigurt. Mos harrojmë që kemi kohë mjaftueshëm, mjafton që të jemi të planifikuar. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.